merret si çështje e kryme. Tek ligji për mbrojtjen e territorit të Kosovës. E dyta dokumentat, po ç'aty është kjo pjesa. A mund ta gjejmë shpejt Rolinda të ligjin diku? Fletë dhe marrëveshje. Plus zbatim, implementim, është tërësisht implementimi duhet i saj, po. Për shkak se e kanë thonë edhe ndërmjetësuest, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian, disa herë në për intervista mas përgatitjes dokumentit, mas pranimit dokumentit edhe nga Kurti edhe nga Vučići, që nuk ka nevojë paltjen zotu, edhe e konsiderohet, nuk ka nevojë për nënshkrim, paltjen zotu, edhe do të vetëm implementimi. Nesër më shkon Vučići Kurti e ka përdor, dora djath, nuk më vëm ke majta. Po s'është puna e nënshkrimit, nënshkrimi ka qenë çështje kur s'ka besim aty çysh me zbatuar me. Për mja ly kryt me akull. Dorën e majtë nuk është mjaftueshëm besim ligji i Shtetit të Bashkuara të Amerikës? Nuk është mjaftueshëm garant? S'është mjaftueshëm. Jo, është, unë mendoj që çdo problemi krejt edhe të dilemat e Kurtit tash çysh më apo për punën e qeverisjes, ndoshta folim pak më vonë, se është krejt te ky presioni që ka më ardh tash. Ta si për dilemat e Kurtit, po ti nuk e kuptove të çfarë thotë. Një ligj i cili çysh mora vesh unë ka një afat një vjeçar, edhe gjatë këtij një viti kanë më kryq ato obligime. Se është ligj. Për ndryshe, ka me pas pasoja shumë të mëdha për ata që bojnë pengesa. Që është drejtësisë asnjëherë nuk kemi pas një ligj votuar në Kongres për këtë temë që do të më kry për ne vetëm, nuk ka pas. Prandaj mendoj që ky është presioni, se nuk e ka hallin Kurti, se Kurti ka fituar 51 e më shumë %, edhe ai mundet me kriju institucionet, mundet me bë president, mundet gjitha institucionet. Kjo mund të jetë një lecim. Okej, një pyetje shumë konspirative. Shumë konspirative. Një pyetje shumë konspirative, Shala. Hajde. Nëse Kurti ka këtë hallin e madh, si t'ja bëjmë këtë ligjin? Po? Pse të mos e lë të ndodhë kjo që po thotë Zexhiri? Me shku zgjedhje. Se ti the, për mi kësaj Kurti, unë po them çka kjo është e dilema e tij. Kjo që po thotë Zexhiri,